Ish finalisti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Miri ka qenë i ftuar së fundmi në një emision ku ka folur pa doreza për rrugtimin e tij dhe marrëdhëniet me ish banorët e shtëpisë së famshme. Gjatë kësaj interviste ai ka hedhur akuza të forta ndaj dy prej çifteve të këtij edicioni, duke i cilësuar romancat e tyre si strategjike. Miri deklaroi hapur se çiftet Selin Gimbo dhe Mateo Brikena po i përdorin historitë e tyre të dashurisë për vëmendje dhe përfitime personale. Mateo Brikena dhe Selin Gimbo po shfrytëzojnë lidhjet e tyre, u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e tyre nuk janë aq të sinqerta sa duken para publikut. I pyetur specifikisht për raportin e tij me Selin pas përfundimit të formatit, ai zbuloi se nuk ka pasur asnjë kontakt me të që nga momenti i eliminimit. Megjithatë, Miri theksoi se nuk bën asnjë lloj mërie dhe nëse do të ndodhte që të kryqëzoheshin diku, nuk do ta kishte as pak problem që të fliste apo ta përshëndeste. Miri nuk kurseu sërish Mateon. Sipas tij, ai ka qenë banori më falso i gjatë gjithë këtij edicioni, duke shtuar se strategjia e tij dhe Brikenes ka qenë e mirë menduar. E kanë shfrytzuar lidhjen brenda, por po e shfrytëzojnë edhe jashtë, përfundoi ai, duke mos i habitur as pak fancat, sepse Miri ka deklaruar se Mateo dhe Brikena janë një çift fake që kanë shfrytzuar lidhjen e tyre vetëm për lojë. Po ju si mendoni? Kush është çifti më i vërtet, Selin Gimbo apo Mateo dhe Brikena? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.